Migracioni, por jo vetëm, ishte kryefjala e kësaj jave në Gjermani. Qeveria në drejtimin e kancelarit Friedrich Merz ka miratuar 2 ligje të reja. Pezullimi për 2 vjet i bashkimit familjar për personat me mbrojtje subsidiare. Wird ausgesetzt für 2 Jahre. Dhe së dyti, Haben die sogenannte nuk do të ketë më mundësi që të merret shtetësia gjermane pas vetëm 3 vitesh integrimit të suksesshëm në Gjermani. Dhe sa i prek ky projekt ligj shtetasit e Kosovës, Shqipërisë apo të Ballkanit Perëndimor, në përgjithësi pak, sepse këto vende konsiderohen të sigurta dhe qytetarët e tyre rrallëherë marrin mbrojtje subsidiare. Por ashpërsimi i politikave të migracionit nga qeveria e re e Friedrich Merzit mund të përbëj shqetësim për personat që janë me duldung në Gjermani. Qeveria gjermane ka paralajmëruar një ofenziv kthimesh. Kjo për sa i përket politikës së brendshme, në politikën e jashtme ka gjithashtu zhvillime. Gjermania lejon tani që Ukraina t'i përdori armët e saj edhe në territorin rus. Kancelari Friedrich Merz e konfirmoi këtë pas takimit me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky të njëjtën në Berlin. Kjo do të thotë se Ukraina mund të godas depo, komando apo baza ushtarake për te kufirit, diçka që deri tani ishte tabu. Dhe sigurisht që si zakonisht patëm dhe një reagim nga Rusia. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov e akuzoi Gjermaninë për përfshirje të drejt në luftë dhe parashikoi një tjetër rrëzim historik për vendin. Një tjetër ndryshim në politikën e jashtme vjetre në qëndrimin e Gjermanisë ndaj Izraelit. Sinqerisht nuk e kuptoj më me çfarë qëllimi po vepron ushtria izraelite në Gaza. Një vuajtje kaq e madhe për popullsinë civile nuk mund të justifikohet më me luftën kundër terrorizmit të Hamasit, tha këtë javë kancelari gjerman Friedrich Merz. Ministri i jashtëm Johan Wadephul theksoi të drejtën e palestinezëve për të jetuar në Gaza dhe bregun perëndimor dhe kërkoi një zgjidhje me 2 shtete. Pra kjo javë kishte disa thyerje tabush, si në aspektin e brendshëm, ashtu edhe në politikën e jashtme. Të shohim se çfarë efekti do të kenë ato mbi Gjermaninë. Para se të kalojmë në lajme